Viti 2026 ka nisur me përgjakje dhe humbje jetësh. Në të paktën 4 ditë 11 persona kanë humbur jetën dhe shumë të tjerë kanë mbetur të plagosur. Data 1 janar nisi me një lajm të trizë, 3 të rinj humbën jetën nga një aksident i rënë në aksin Gjirokastër të Pelen. Viktimat u identifikuan si Angelo Ruço, 27 vjeç, Lejdi Myftari, 24 vjeç dhe Martin Dulaj, 25 vjeç. Angelo Ruçi udhëtonte në një Volkswagen me targa AB 797 VP së bashku me Lejdi Myftarin. Përplasje e fortë me një Mercedes-Benz në të cilin udhëtonte Martin Dulaj rezultoi fatale për 3 të rinj, të cilët humbën jetën në vendngjarje. Në të njëjtin automjet me Martin Dulaj udhëtonte edhe fejuara e tij Ardisa Demiri, 19 vjeçe, e cila mbeti e plagosur rënd, u transportua në spitalin e traumës në Tiranë për trajtim të specializuar. Sipas burimeve mjekësore, gjendja e saj është e rënd, por parametrat jetësor janë të qëndrueshëm dhe përmbahet në monitorim intensiv. Për shkak të politraumës, ajo ende nuk konsiderohet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa në 2 janar në orët e parë të mëngjesit një tjetër aksident rëndonte bilancin e viktimave. Nga përplasja e 2 mjeteve kanë humbur jetën çifti bashkëshortëve Petri dhe Elona Florini, 53 dhe 45 vjeç. Nga aksidenti kanë mbetur të dëmtuar dhe 3 pasagjerë që ndodheshin në automjetin tjetër. Konkretisht, bashkëshortja e drejtuesit të automjetit dhe 2 fëmijët e tyre të mitur, të moshës 6 dhe 2 vjeç. Sipas mjekëve, ata ndodhen jashtë rrezikut për jetën, ndërsa pak orë më pas një tjetër lajm tragjik thronditi opinionin publik. Rreth mesditës, policia ka marrë një njoftim nga urgjenca mjekësore se një shtetase është gjetur pa shenja jete dhe shenja dhune në banesën e saj. Ka veprimet e para hetimore, dyshohet se viktima është shtetasi Sose Xhebro, 40 vjeçë, u vra nga bashkëshorti i saj, shtetasi Llogara Xhebro, 50 vjeç. Gjatë kontrolleve të ushtruara nga shërbimet e policisë në zonën përreth banesës, në garazh është gjetur autori i dyshuar, i cili dyshohet se është vetvrarë me armëzjarri. Arma pistolet e gjetur në vendngjarje është sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Një aksident rrugor me pasojë vdekjen ka ndodhur në qytetin e Vlorës, ku një 96 vjeçar humbi jetën pas përplasjes nga një automjet. Ngjarja u regjistrua me 4 janar në rrugën Demokracia, ku një mjet tip Audi i drejtuar nga një 22 vjeçar me iniciale OA aksidentoi në vijat e bardha shtetasin Pandeli Opingari, banues në Vlorë. I moshuari u transportua me urgjencë në spital, por si pasojë e plagëve të rënda nuk arriti të mbijetojë. Pandeli Opingari ishte një figurë e njohur e futbollit vlonjat, mësuesi i edukimit fizik dhe një ish futbollist dhe trajner. Në po të njëjtën ditë një aksident me vdekje ka ndodhur në Durrës, në vendin e quajtur Marfish. Një 28 vjeçar ka përplasur me makinë për vdekje një 68 vjeçar. Paraprakisht dyshohet se viktima punonte si roje parkimi. 2 viktima u shënuan në rrjedha e lumit të Mat dhe Zallbastar. Një shtetas 66 vjeçar, teksa ka tentuar të kalojë lumin Mat, është marrë nga rrjedha e fortë e ujit. Trupi i pajeti Xhemal Zhukut u gjet disa kilometra më larg, pa shenja jete disa orë më vonë. Një tjetër 44 vjeçar u mor nga rrjedha e ujit në fshatin Selit Mal Zallbastar gjatë përpjekjes për ta kaluar atë.